A e ke pyetur veten fakt pse në pothuajse çdo kulturë të lashtë ka ekzistuar ideja sakrificës? Pse njerëzimi ka ndjerë gjithmonë se diçka e pafajshme duhet paguaj për fajin tonë? Gjithçka fillon në Egjipt. Eksodi 12 thotë se izraelitët lyen dyert e shtëpive me gjakun e një qengji. Kur vdekja kaloi mbi Egjipt, ajo nuk preku asnjësh prej shtëpive që kishte atë shenjë. Nuk ishte sepse njerëzit brenda ishin perfekt, por sepse një qengj i pafajshëm kishte vdekur tashmë në vendin e tyre. 1500 vjet më vonë, shohim që Jezusi nuk erdhi si një ushtar për të vrarë miqtë e tij, por si një qengj për të vdekur për ta. Ai nuk erdhi të na jepte më shumë rregulla, por erdhi të bëjë mburoja jonë. Ti mund thuash, unë nuk kam nevojë për një sakrificë, por e vërteta është se sakrifica është në qendër të asaj që ne bëjmë vazhdimisht. Ne sakrifikojmë paqen tonë për stresin, integritetin tonë për pëlqimin e tjerëve. Ne jemi të lyer me gabimet tona. Pashka do të thotë se dikush tjetër, absolutisht i pastër, pranoi të bëjë shenjestër që ti të ishe i sigurt. Vdekja ka lënë aty ku sheh gjakun e qengjit. Po ti, a je në mbrojtjen e tij apo përpiqesh të mbrohesh vetë? Sakrifica u bë. Ti thjesht duhet të hysh brenda. Zoti bekoj.